Të paktën 90 persona humbën jetën si pasojë e një shpërthimi në një minier qymyri në Kinën Veriore, sipas mediave shtetërore të vendit. Shpërthimi i gazit ndodhi në minierën e qymyrit Liu Zhenyu, të drejtuar nga grupi Tongzhou në provincën Shaanxi. Qindra ekipe shpëtimi janë dërguar në vendngjarje. Pamjet nga media shtetërore treguan forcat e shpëtimit që mbanin barela në vendngjarje me ambulanca në sfond. Më shumë se 100 vetë thuhet se janë dërguar në spital, ndërsa puna e shpëtimit në vendngjarje është duke vijuar. Pas incidentit, presidenti kinez Xi Jinping bëri thirrje që të mos kursen përpjekjet për të trajtuar të plagosurit dhe për të kërkuar të mbijetuar. Zyrtarët që drejtojnë minierën e qymyrit u ndaluan sipas mediave shtetërore. Shkaku i shpërthimit të gazit nuk është zbuluar ende, por media shtetërore raportoi se nivelet e monoksidit të karbonit, një gaz shumë toksik dhe pa erë, në minier, u zbulua se kishin tejkaluar kufit. Ministria e Menaxhimit të Emergjencave e Kinës ka dërguar 345 persona nga 6 ekipe shpëtimi për të ndihmuar në operacion. Shaanxi, një nga provincat më të varfra të Kinës, njihet si kryeqyteti i minierave të qymyrit në vend.